do ta shtjellojmë një ndër profesionin që asnjëherë më parë nuk e kemi diskutuar në studion tonë. Pikërisht flasim për Trera Kasumi Berisha, që është një grua rrallë shqiptare që ka zgjedhur një profesion dhe pasion aq fisnik, po edhe sfidues. Botën e zhytjes dhe shpëtimit në ujë. Ajo vjen nga një familje me traditë të njohur në zhytjen pikërisht nga Kosova, duke trashëguar jo vetëm dashurinë për ujërat dhe aventurën, por edhe guximin, disiplinën dhe përgjegjësinë që kërkon ky profesion. Përveç zhytjes profesionale, Trera tashmë posedon edhe licencë për shpëtim, duke kthyer pasionin e saj në një mision human dhe jetik. Unë shpresoj që regjia e kemi në lidhje Trerën dhe t'i themi mirëmëngjes dhe faleminderit shumë që sot ka pranuar ftesën tonë. Falje të angazhimeve të shumta, mirë po ndau kohë që sot na informon për misionin e saj. Mirëmëngjes Trera. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët zëna tjera. Ne jemi shumë të lumtur që jemi sot bashkë me ty. Sepse po diskutojmë një profesion jashtëzakonisht human, ta quajmë, për të cilin misionin që e keni ju, dhe shumë i veçantë për gjininë femërore. Shumë i veçantë. Shumë faleminderit për ftesën, me kënaqësinë më të madhe e pranova këtë ftesë. Zakonisht njerëz që kanë ngarkesa shumë të mëdha me fol për pasionin, e gjejnë kështu një hapësinë të kënaqësisë dhe gjatë kështu që me kënaqësi më të madhe. Shumë faleminderit për ftesën. Trera, unë jam shumë e lumtur që ne sot do të flasim pikërisht për zhytjen, edhe si një pasion, mirë po unë do ta quaja më shumë si një mision. Do doja shumë që të na informoje se si ka filluar gjithë ky proces, edhe pse njihesh që e trashëgon të themi këtë pasion nga familja jote, mirë po që ka një mision shumë të rëndësishëm. Shpëtimi mbi të gjitha është pjesë e të gjithë këtij profesioni dhe rrugtimit që e bën. Si ka filluar zhytja për herë të parë? Ku ka ndodhur hera parë që e zhytur nën ujërat e liçeneve më së shpeshte, nëse nuk gabohem? Unë vi që shocakët prej një familje me traditë të zhytjes. Babi ka qenë zhytës i parë profesionist në Kosovë, i cili e ka ushtru këtë profesion, e ka fillu si rekreacion, dhe mas me ka kalu një profesion i cili ma shumë ka pas mision të shpëtimit jetëve, po të njëjtën kohë ka kontribu jashtëzakonisht shumë në gjetjen e kufumave në raste tragjike. Unë si shumë e vogël, kom pas ëndër me provu, se normalisht në kohën kur unë kom zhinë, vitet e radheta, si që dënë gjendja politike sociale në Kosovë ka qenë e jashtëzakonshme, për shkak të masave të dëmshme, dhunës, represionit, edhe s'kemi pas na shumë mundësi kreative për më kënaqë, kështu që atëherë kemi shku në përgjithësinë, lumejnë, e kemi shkiju shumë notin, edhe të e pa babin të e praktiku zhytje normalisht që o kriju një kureshti jashtëzakonshme për cilën unë kom insistu në vazhdimësi që me kultivu si profesion, po normalisht që është dashur me prit deri në një periudhë caktuar kohore. Ndërsa zhytjen e parë që e kom bërë ka qenë në moshën 13 vjeçare, në pishinën ujvare në Ferizaj. Ka qenë kohë e pas luftës, ku tashmë ushtria çlirimtare e Kosovës ishte shndruar në trupat mbrojtëse të Kosovës, TMK-ja. Edhe babi kishte bërë kërkesë trupat mbrojtëse të Kosovës t'i ndaj një grup ushtarësh, të cilët janë të gatshëm u përgatit si ekipe kërkim shpëtimi për ujëra. Edhe gjatë gjithë javëve të trajnimit unë kom qenë aty prezente, se normalisht si një vajzë shumë e lidhur me babin, ka njëherë mendoj që e kom kasafyt pak, se si kom gjonë hapsin kur. Kështu ka ndodhur zhytja jam e parë në ujvar në 2003 në fakt. 2003. Zëna tjera, unë do doja t'ju pyesja, sa e vështirë është për një grua me një profesion që shpesh në opinion perceptohet si një ndër profesionet ekstreme, do ta quajmë? Realisht, sporti zhytjes është sport ekstrem, për shkak të shumë komponentave ekstreme që i përmban, sa i përket thellësisë,
pajisjeve, përgatitjeve psiqike, fizike, ushtrimet e vazhdueshme. Po zhytja po ashtu cilësohet edhe si sport rekreativ deri në thellësinë 18 metra. Deri në 18 metra, 18 metra. Deri në 18 metra është sport rekreativ. Më thuaj, me mask, me oksigjen apo pa? Jo, me oksigjen. Zhytjes me pajisje, dhe freediving është mas një disciplinë tjetër, zhytja e tij, e cila ka krejt detaje të tjera, sa i përket kapacitetit të mushkërive, dush me qenë shumë ma mirë fizikisht, dush me qenë në vazhdimësi, në trajnime. Po është sport atësa rekreativ, është edhe ekstrem, po vazhdimisht edhe qysha aplikon. Në Kosovë ka shumë njerëz që kanë provu zhytjen, sidomos viteve të fundit, me shumë lëvizje udhëtime. Unë e kom apliku për shif, po mas nej ka pas edhe raste ku bashkë me babin kemi ndërhyjë edhe në misione të kërkim shpëtimit. Kam pas raste që kemi shpëtu jetë, ka pas raste që fatkeqësisht kemi marrë pjesë në misione të gjetjes së trupave, edhe kjo s'ka qenë shumë e lehtë. Është një temë shumë emotive, domethënë ai ballafaqimi juaj me kufomat, edhe pse duke ditur misioni se sa human është për të gjetur edhe për të shpëtuar, për të qetësuar shpirtrat e familjarëve, por ballafaqimi juaj i parë, kur hasni me ato është një luftë e fuqishme psikologjike. Pikërisht Trira, të ndalemi pak këtu tek pjesa e shpëtimit. Besoj që në Kosovë e keni pasë, sidomos së bashku me prindin, e keni pasë si një mision. Kur ka qenë shpëtimi jot i parë, qoftë për të shpëtuar jetën, ndoshta qoftë edhe për të gjetur trupat në aksidentet e shumta, apo edhe ndoshta edhe nga fatkeqësitë që kanë ndodhur përgjatë kohës së luftës. Shpëtimi i parë nuk më kujtohet, veç e di që ka qenë një shoqe imja, Elbojena, në pishinën e Gërnisë të Prishtinë. Ndërsa për këto misionet, era parë kur marrë pjesë në një mision të gjetjes me babin, ka qenë viti 2006, po 2006, i kom pas dikun 16 vjetë. Kom shku nga Kurreshtja, se bish kom dasht me ditë që shosht. Po mas me i takimi parë me kufumën, pa dushum që ka qenë një prej emocioneve ma të përzime që i ko përjetë. Në mënyrën që shtë na jemi rritë, se në jam një shokë më ka thonë shtëpia ju i ka qenë disi si shtab emergjent. Edhe në fillim u dok shumë hipotetike, po në ndërkohë të analizua kuptova që po pikërisht ka qenë shtab emergjent. Për shkak se ndër vite sa që ka ndodhur një tragjedi e tillë, besoj që të gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës, edhe ma gjanë, i parë jamën që i ka rënë mend është emri babi. Edhe babi pa asnjë rezervë gjithmonë ka shkuar dhe ka kontribuar. Po na kemi qenë të shmitarë në atë shtëpi, si fëmijë, jemi rritë në qatë frymë, jemi në frymën e humanizmit, se krejt këtu babi ka bu si mision humanitar, njëtë kemi bua dhe onë dhe vlau, edhe duke rritur në një ambient të tillë, ku shpëtimi, humanizmi, aksioni për me ndihmu është vullnet familjar, edhe të kyçe, mendoj që më kam përgatit psikologjikisht për mu përballë me një rast të tillë, me që kjo s'ka ndodhur për herë të parë, rastësisht, po ka qenë diçka që është ndërtuar në vetdijen time, se diçka që duhesh me bo. Edhe padyshim që ka qenë e vështirë, po ka qenë shumë emocion i përzirë, se padyshim që gëzohesh kur e përfundon misionin e sukses. Po shumë e vështirë kur del prej ujit bashkë me trupin, se qa është momenti i parë që familjarët të shohin prej së vërtetë që ka ndodhur. Edhe ajo është momenti që ata e pranojnë të vërtetën. E kjo është shumë e vështirë, se është shumë njerëzore me... Besoj që është një... është shumë njerëzore me pas një përzirje të emocioneve dhe... Normalisht. Po në të njëjtën kohë është, domethënë
unë prapë e quaj si një shpëtim, sepse të paktën kur marrim përgjigje, qoftë, si të them, i kemi dhe i gjejmë dhe i afrojmë trupat afërnish. Pikërisht kur njoftova me Trierën, ajo që më lidhi më shumë, normalisht me profesionin e saj, është pikërisht edhe një rast që unë do doja shumë të ndalishim pak më shumë që e lidh edhe Trierën me Maqedoninë. Është një ndër rastet e fundit, nëse nuk gabojmë, të shpëtimit që ka ndodhur pikërisht në afërsi të kufirit, ku ndodhi një tragjedi, një aksident ku për një kohë shumë më të gjatë trupat nuk u gjetën. Triera na tregon pak më shumë për këtë rast, i cili mua me të vërtetë më tronditi shumë, mirë, por në të njëjtën kohë si të them, isha shumë krenare që e keshim një person, pikërisht Triera në këtë rast, një grua që erdhi nga Kosova dhe ndihmoi në ekipin e shpëtimit Maqedonisë, të zhytësve të Maqedonisë për të gjetur. Dhe nëse nuk gaboj, ke qenë ti ajo që e ke gjetur edhe trupin. Na trego pak më shumë si ka qenë gjithë procesi, që nga informimi deri tek realizimi. Më duket që ka qenë edhe moti i li, ka qenë lumi Lepens, më duket, në mos gabojmë, ka qenë jashtëzakonisht shumë i mbushur, i turbullt. Po, rasti ka ndodhur dikon gjatë muajit prill. Babi nuk ishte në Kosovë, neve na është kërkuar më shku edhe me prej qytetarëve, për shkak se në periudhën kur ka ndodhur kjo vitin 2018, forcat e armatusura të Kosovës, FSK-ja, Forcat e Sigurisë Kosovës së Mbajtjes, vetë ka pas konsolidum ekipën për kërkim të shpëtim, ka qenë aty policia, zjarr fiksat, Agjencioni i menaxhimit të emergjencave. Edhe na kemi shkuar nga vullneti i mirë, për shkak se kemi pas shumë thirrje prej njerëzve, ashtu që njerëzit instinktivisht orientohen nga ne tashmë. Na kemi shku, po në pamundësi për me kontribu në ditën e parë, se u kriju një situatë në cilën na nuk dojshëm të hyj. E provum në kilometrat e fundit, se kështu shtabi vendosi që në kilometrin e fundit në kufi me Maqedoninë na t'i vazhdojmë kërkimet tona, po në atë periudhë kohore, nuk di nëse ju kujtohet, kanë qenë punimet e autostradës, cilat kanë shkaktuar shumë dëme në shtratin e Ljumit, ashtu ka pas edhe shumë mbeturina të ndërtimit, domethënë armaturë, inerte pafund. Blloqet betone dhe gjithçka ka qenë shumë e vështirë për shkak të ndotjes së shtratit. Mbi të gjitha ka pas edhe segmente të caktuara ku edhe është deviju rrjedha normale e Ljumit, përçka ato masë janë specifika tjera gjeografike e cilat kanë shkaktuar shumë probleme në kërkim. Të marrë parasysh që ka qenë edhe fundi i sezonës, domethënë dimrit, prilli, zakonisht ka prurje shumë të ujrave për shkak shirjes burrës, edhe ka qenë një rrjedhë shumë e furishme në atë periudhë. Ato kërkime kanë vazhduar për afër 2 javë. Mas 2 javëve, me që s'kemi pas mundësi kërkime, babi ka kërkuar publikisht, sepse kishte shumë presion. Na kemi pas presion që jashtë shkon shumë si familje, pse nuk të shkojmë me ndërhyj. Po na s'kemi pas mandat të kërkimit. Edhe kjo ka qenë hipotetike fatkeqësisht, se nëse ti kërkon prej qytetarëve mu angazhu, prej vullnetarëve mu angazhu, atëherë ti je i hapur për të gjitha ekipet e angazhimit. Ndërsa neve nuk na është jep mandat të kërkimit. Ka pas qytetar jo profesionist, që kanë rrezikuar të tëra, edhe janë hyrë ato ujnana, nuk kemi mundë me hyrë në atë kohë. Një si klubi jonë i zhytjes ka pas edhe klube të alpinizmit, që kanë ndihmu në kërkimin e gjëstendeve, kanë kërku në pjesë tjera ku ka ra vetura, se vetura ka nga përshikukës edhe ka qenë një aftësi shumë e madhe, një lashësi shumë e madhe, ku është rrotullos. Po që me neve ndodhi ashtu, bile kemi pas edhe thyrje nga disa prej krerëve të shtetit të asë kohë, të Republikës Kosovës. Po me që u boshtë me madhe dhe mediatike, babi kërkoj publikisht mandat kërkime, i cili na u dha brenda shumë pak orëve, me që eskaloj rritina. Edhe mas 4-5 orëve u gjetë trupi i babë.
Për shkak se metoda e kërkimit ndryshoi. Jo pse na s'kemi pas kuadro, unë nëse krenare, s'di me shpreh krenarin që e ndjej, që Kosova tashmë ka ekipin e kërkim shpëtimit në kuadrë të FSK-s, ka gra e vajza, ka djem e bura që i kontribuojnë Kosovës. Do me thonë është rrit numri i vajzave që interesohen pikërisht në këtë sport, do ta quaja profesion. Për saktësisht për zhytjen nuk e di, ka shumë njerëz që trojnë zhytjen si profesion, si rekreacion, po jo nuk e di nëse ka si profesion që ushtron dikush. Po kjo çështja e politikës ka qenë kështu. E në atë kohë nuk e di pse ka pas disa keqkuptime të panevojshme. Për shkak se na gjithmonë jemi mundu mi ndihmu qytetarëve dhe mi ndihmu njerëzve. Unë mendoj që në situata të tilla nuk ka nevojë që të bëhet një përcaktim i personave, qofshin edhe vullnetar, siç e tha edhe Trira, ka pas njerëz jo profesional që kanë qenë të kyqur në këtë kërkim, mirë po në raste të tilla unë mendoj që sa më shumë profesionistë që lajmërohen, duhet që t'ju jepet mundësia të paktën zona të përcaktohen ku mund të kërkohen. Siç po thotë Trira, pas vetëm disa orëve kur është edhe lejuar mandati, është gjetur pas 4-5 orëve edhe të trupi i parë, gjë që dëshmon profesionalizmin edhe gjithë, si të them, profesionin që ju e bëni fatmirësisht me të gjitha pajisjet që janë të nevojshme. Trira të kaloj pak tek... Doja ta pyesja një pyetje. Kam shumë. Një falenderem për rastin në fjallë, se kërkimi do të ishte komplet i pamundur, po që na nuk e kishim ndihmën e personave që punojnë në institucionet e Republikës, se prurjet kanë qenë shumë të fortë atuje, edhe është dashme me litar me menaxhu vazhdimisht njerëz tjetër. Kështu që ajo ka qenë një punë kolosale shumë njerëzve, nuk ka qenë njerëz e familjes, po kjo e ka dëshmuar që bashkëpunimi njerëzve, afrimi njerëzve në synimet e mira gjithmonë ka rezultate pozitive, edhe jam shumë e lumtur që komujt sa do pak mi kontribu qytetarëve tonë, shtetit tonë në këtë fushë. Njëjtën kohë jam shumë e lumtur se në atë kohë e përmend edhe më herët çështjen e tabus edhe si grua si e përjeton këtë. Kjo për mua as pak nuk ka qenë e lehtë, se jam gjykuar tepër gjatë. Edhe deri tash vonë nuk e kam diskutuar këtë çështje për shkak se kam thonë unë kam bëu për veten, e kam bëu për familjen, e kom bëu për të ndjerin dhe familjen e tij edhe kaq. Po besoj që tash duhemi me ndru diskutimin se si i trajtojmë këtë çështje, se kom pa që ka shumë gra e vajza të cilat janë motivuar. Se nuk ka punë që nuk bëhet. Pikërisht. Ka shumë pak punë që i zdash të mundohemi të gjinit. Unë kam marrë shumë fyrje, pa dash mu viktimizu, po të njëjtën kohë edhe jam nënçmuar shumë me gjykime veç pse jam gru. Kjo nuk i shkon, heç nuk i shkon shqiptarëve, se na e dim që grua jashtë shqiptare ka qenë qëndresa, kyçe, e mbijetesës të kombit tonë. Pikërisht, mua më bëj shumë qefi që tash më duhet ta lëjmë me një anë gjitha të modestinë që e kemi krijuar nga tabut e shumta të shoqërisë tonë, dhe tash më ta gëzojmë atë që dim ta bëjmë më së miri, siç e the edhe ti, s'ka profesion që ne nuk mundemi ta bëjmë ashtu siç duhet. Do doja ta pyesja zonën tjera për ndonjë moment, a ka patur ndonjë moment emocional që realisht ju ka prekur gjatë zhytjes? Apo duhet të jeni të ftofta si mermer për të ballafaquar me rastin? Unë se cilësoj vetën si njeri i ftoftë. Jo, kam fjalën për momentin, sepse aty bëhet fjalë për shpëtim dhe emocionet të cilët emocionet do të jenë në oksigjen, do të jemi në hapësirë jashtë, por në ujë është shumë e vështirë. Se dyfishohet problematika më shumë. Mund ta bëni një jetë e tërë në zhytje, dhe kom shumë momente. Ka pas momente frige, patyshëm. Ka pas momente krenarie, ka pas edhe momente në cilat s'kom ditë qysh mu sill, se
Zhytja nuk është shumë e lehtë, gjithmonë e bën edhe me njerëz të tjerë, e bën ambiente të ndryshme, ndoshta na herë e bën nevojë shumë të mëdha në rrëmime të ujit, në temperatura të ndryshme, e bën në akull, nën akull, kështu që është një përzierje e tërë e metodave dhe eksperiencës që e kam provu. Po në rastet të shpëtimit padyshim që vigjilenca është kryesorja, edhe nuk i fort kohë me mendu. Ti kime shku edhe me vepru shumë shpejt në bazë të krejt standardit të shpëtimit, edhe kime mundu që objektivin tënë me kapsë ashtë që shduhet edhe me nëzirë jashtë. Të dita është të varet edhe në qëfar situate je, ko pas një rast ku me familjari shumë të shpilla Viradhe, në Shqipëri në ju, edhe u kriju një panike jashtë zakonshme, në cilën nuk patëm nevojë me kriju panik të tillë, po që u kriju paniku, ndjeja një barë shumë të madhe të përgjithësisë për me shpëtu dikën. E kështu që qaj menoj që ka qenë përgjithësi shumë e madhe, për shkak se unë kom qenë vetë, nuk kom qenë me ekip, na kom shku për qef, o kriju një panik e madhe të prej një njeriu mas nejtë të 3-4 tjetë, edhe të nuk mundesh me shpëtu 4 persona. Absolutisht. Normalisht. Trira për të kaluar pak, sepse po flasin gjithmonë për shpëtimin, për kërkimet e shumta që ndodhin, mirë po një jam e sigurt që pjesa më e bukur që mundesh me shiju është, siç e quajmë ne, snorkeling, mirë po më thuaj nga të gjithë botën në nujore që e ke pa, qoftë lumej, liqen, apo detra të ndryshëm, më thuaj cila ka qenë eksperienca më e bukur të algave, të botës në nujore, që e një zhytur që ka qenë më e bukura ndonjëherë. Më e bukura ndonjëherë ka qenë zhytja me 200 peshkaqen. Ua! Me peshkaqen? Në cilin vend? 200 peshkaqen, po, kanë qenë 98 specie të ndryshme të peshkaqen. Edhe ka qenë një prej eksperiencave më të bukura dhe më të paharrueshme të jetës tem, e kemi bërë një zhytje bashkë me babën e me vllahun. Fantastike. Free diving ka qenë apo nuk ka fas, kështu që Jo, ka qenë zhytje me pajisje në një akvarium shumë të madh, në akvariumin më të madh në botë. Po ka qenë jashtë zakonshme se nuk më ka roma herët me bu zhytje me peshkaqen, ajo ka qenë eksperienca më e parë. Edhe jam një shumë e relaksume. Unë e them shqyqyr që si kemi në lumejt tonë. Menoj që habitati jam është. Jam një në habitatin tem shumë e qitë. Shoqëria e afërt të Trirës. Trira, pasi që jemi në 2 minuta. Pasi që jemi Trira në 2 minutat e fundit, unë nuk dua as pak ta na shkaloj faktin që përveç se tashmë ndoshta nuk kam ngelur vetëm si pasion, si që thave dhe te ke pak a shumë edhe si pjesë të presion, kudo që shkon edhe në pushime, e ke një presion që duhesh t'jesh gjithmonë e gatshme për të shpëtuar jetë. Trirën e kemi edhe shumë... Po, e gjej vetëm në plazh, të fshirë ajo më një... Do më thonë, gjithë kohës risi vëzhguese. është instikti. Instiktive është. Ndoshta është më mirë të shkosh në plazhet e paprekuna, domethënë në plazhet po që s'ka njerëz, që ti ta shijosh dashnë si çdo. Prap do gjen dikë. E vërtet po kur je në anë me 2 fëmijë, prap nuk je real. Trira, vetëm për fund, nuk dua ta shkoloj faktin që je edhe një grua shumë e suksesshme, pikërisht edhe në botën e politikës tashmë. Më thuaj çush i balanson këto dy bota komplet të ndryshme, por ndoshta me një betejë të ngjashme, do ta shumë shkurt, se jemi minutën e fundit. Po, në minutën e fundit jemi. Mendoj që dyjat e kanë rëndësinë edhe peshën e vet. Politika është kontributi të cilin unë mundona me kontributin të cilin mundona me përmes institucioneve për një Kosovë më të mirë. Ndërsa zhytja mbetet qetësia ime shpirtërore më e thellë. Shpresojmë që të kesh sa më shumë kohë për pasionet që të përmbushin ty si njeri. Unë e falenderoj shumë për gjithë misionin e shenjtë që ke. Të dëshiroj që edhe nëse arrin që të bëhesh një publik shumë me fytyrë publike politike shumë e lartë, unë besoj që do t'jesh gjithmonë në thirrjen e qytetarëve kur do të kenë nevojë.
Gjithmonë. Trera Gjithmonë, shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, edhe ty. gëzuar, suksese gjithmonë. Edhe Shihemi uroj së shpejti. vetëm për misione të bukura dhe përjetime të këndshme. Uroj të stresoj. Faleminderit shumë. Shumë, miru pafshim. Valbona, u Fantastike, kënaqem. Kaluam shumë e bukur. Tash më thuam edhe për një profesion që asnjëherë më parë nuk e kemi diskutuar në studion tonë, zhytja, shpëtimi, kërkimi. Edhe humanizmi që e kanë, pa marrë parasysh që kushteve atmosferike që nuk ka të caktuar se ku Që bëhet. alarmoj edhe për, domethënë, Fantastike. një gjë që ne shumë shpesh e diskutojmë me drejtorin për shtretëret e lumenjeve. Nuk do të humbasim shumë kohë sepse këtu përfundon edhe dita jonë e martë, një ditë e bekuar. Nesër. Ne do të shihemi nesër në Të njëjtën festën kohë, e madhe të të Kurban Bajramit. ku nesër thjesht vetëm do të urojmë, por do të kemi edhe një të ftuar special në emisionin tonë. Miq dashur, miru pafshim nesër të njëjtën kohë, të njëjtin vend. Deri atëherë, Miru mirëmbëjtje të gjithë. pafshim.